dhe brenda hapësirave të cilat ai mund të ushtrohet. Kurse përse përket shkollës ambiteve të tjera, ai të mos të veshëm mos marrë. Qartë, le të kalojmë tek përfaqësuesit e xhamisë për t'ia dhënë më pas fjalën përfaqësuesit të drejtorisë arsimore, sepse kemi një material të përgatitur dhe pastaj do ndalemi tek ju zoti Krimçe. Atëherë zoti Bajrami. Ju e mbroni normalisht vënien e shamisë. Pse? Cili është motivacioni i vënies së shamisë dhe pse e mbroni? Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut të gjithë mëshiruesit, mëshirëplotit. Së pari them që shamia është një obligim fetar, një detyrë për çdo një femër muslimane që ndjen veten muslimane, që thot vetes muslimane, është një obligim fetar, është një detyrë e cila e ka vendosur krijuesi i gjithësisë. Ne tema për të cilën flasë shamia, po se publiku i gjerë këtu, gjithë teleshikuesit nuk e kanë shumë idenë se çfarë shtyn një femër muslimane të vë një shami në kokë. Kush janë ato motive që e shtyn ata. Kështu që do bëj një pa përgatitur kështu që ti bëhet një çfarë do të thotë kjo shami dhe pse e mban një femër muslimane shamin. Çdo njeri që ka një logjik të pastër, të mirë, arrin në një përfundim se gjithë kjo gjësi e krijuar, të gjitha këto gjëra kanë një krijues. Mirë po ky njeri ku arrin në këtë përfundim që gjësia është e krijuar dhe gjithçka është rreth tij është e krijuar dhe i shërben këtij njeriu. Edhe mendon arrin në përfundimin që ky është i krijuar. Edhe dikush e ka krijuar këtë njeri, se nuk mund të vinte kot spontanisht. Në fjalë, nuk mund të vinte njeriu në këtë tokë se gjithë kjo mrekulli që ka krijuar Zoti i gjithësisë. Mas kësaj ai mendon edhe përfundon aty ku thotë që ka një krijues. Më vonë lind pyetja, për çfarë krijoi ky krijues këto njerëz? Për çfarë duhet të shërbejnë këto njerëz? Si duhet ta bëjë ky jetën? Si duhet të jetojë? Nuk është as pak e logjikshme që njerëzit mendojnë që Zoti e krijoi edhe e hodhi në tokë dhe nuk i vuri asnjë lloj rregulli, asnjë lloj mënyre të jetuari. Kështu që Zoti i plotfuqishëm krijoi njeriu dhe i vendosi atij disa ligje për të jetuar, disa rregulla për të jetuar. Dhe nuk e la atë të kot, të mos ta dinte rrugën se si jetonte. Thotë në Kur'an, Zoti thotë në Kur'an, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan. Do të them arabisht sepse Kurani është zbritur në gjuhën arabe. Thotë a kujtuat se ne ju krijuam kot, edhe ju tek ne nuk do të ktheheni. Dhe nuk ka asnjë gjë kot. Kështu që Zoti e krijoi njeriu, njeriu e kupton që është i krijuar, por më tutje nuk e di se pse është krijuar, çfarë është përfundimi i këtij njeriu, çfarë duhet të bëjë në këtë botë. Kështu që i zbriti një legjislacion i cili është Kurani, edhe e urdhëroi atë që të ndjek këtë Kur'an, këtë legjislacion. Tu buron nxitja për të vendosur një xhami, për të falur, për të lutur dhe gjitha më radhë. Këtë do ta kuptojë publiku sepse besoj se publiku i gjerë nuk mund ta kuptojë se si një femër të marrë një xhami të bulohet tani, çfarë shtyn atë. Okej, të falenderoj atëherë kalojmë fjalën tek zoti Muçaj. Mendoni se që ti je besimtare devotshme duhet të vendosësh një xhami? Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, shërbësit, për sa i përket xhamis, është një obligim fetar sikurse thave vllai në fundit, por sa ajo do të shtoja nga fjalët e tij, është që çdo njeri për nesh duhet ta kuptojë mjaft mirë, sepse ky Kur'an, i cili zbriti tek ne, në të vërtetë nëse do t'i referohemi atij, dhe më vjen keq domethënë për disa njerëz, të cilët flasin nuk kanë paragjykime, por se paragjykimet ndodhin në të, Kur'ani në tërësi është disa gjëra dhe për tyre është histori të profetëve të kaluar të cilët tregojnë për popujt e mëparshëm, njëkohësisht dhe dënimet e tyre. Kemi në Kur'an urdhra për të cilat Allahu i gjithësisë, i cili e krijoi njeriu, e urdhëron edhe njëkohësisht për disa gjëra, sikurse është xhamia në rastin tonë, dhe njëkohësisht kemi ndalesa. Atëherë, duke i referuar këtyre gjërave, këtyre tre gjëra të cilat sapo i theka, themi që një besimtar musliman apo besimtare është e obliguar plotësisht që të zbatojë me përpikmëri çdo detyrë të cilën Zoti ia ngarkoi atij, dhe njëkohësisht të largohet nga çdo gjë të cilën Zoti ia ndaloi. Atëherë, si mund të themi ne që kjo xhamia e cila domethënë Zoti e ka obliguar për një vajzë muslimane, të lejohet në disa vende, të ndalohet në disa vende të tjera? Absolutisht nuk mund ta themi këtë gjë, sepse Islami nuk zbrit, ose Kurani i cili zbritet te ky njerëzim, nuk zbritet për një popull dhe të aneksohej nga një popull tjetër. Nuk zbriti për një kohë dhe të lindë një kohë tjetër, por zbriti për të gjithë njerëzimin.
Dhe kjo është njëkohësisht, domethënë, unë desha ta cekja, pra një muslimane është e detyruar përderisa ajo ndoqi këtë rrugë të zbatojë me përpikuri çdo detyrë, pra urdhër në rastin tonë se është urdhër dhe të ndalohet të frigohet nga çdo gjë të cilën Zoti ja ndaloi asaj. Faleminderit Zoti Durmishi, juve i detyroni vajzat me pak fjalë në vijim dhe të idesë së Zotit Muçaj? Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit të Shqipërotit. Falenderoj stafin e Apollonit në atë parë për të ka përgatitur këtë emision dhe gjithë pjesëtarët që marrin pjesë në këtë emision. Në lidhje me pyetjen që bëni ju që ai detyroni vajzat tuaja që të mbulojnë me shami, do të shpresha se ndi kënaqësi personale dhe familjare që jemi besimtar musliman e praktikojmë atë dhe këtë besim nuk e kemi të ushqyer me dhunë. Është ndjenjë pa besim. Në Islam dhuna është ndaluar në mënyrë kategorike. Besimi është të ndjerit me shpirt, shprehurit me gojë dhe të veprohet me gjymtyr. Për femrën muslimane është e shkruar në Kur'an, kur femra arrin moshën e pjekurisë, kuptohet mosha e pjekurisë femrës, e ka obligim të mbuloj pjesët auret, do të thënë pjesët fizike që janë provokuese. Kjo veshje që ka femra muslimane është kushtetut dhe mbi ligjin e Allahut s'mund të dalë dot asnjë gjë tjetër. Më fal të pak. Ne jemi shoqëri njerëzore, krijesa, dhe mundohemi me gjithë mundësitë që kemi, me gjithë potencialin të krijojmë një ligj, një kushtetut që të na vinë në ndihmë neve për të na rregulluar jetën në të mirën tonë. Mos vallë Allahu që ka zbritur gjitha libra hinor, si Kurani dhe çfarë ka qenë para Kuranit, Bibla e tjera, pa rregull caktuar i ka. Po, ju falenderoj. Mirë, atëherë thash pak më parë që kemi të ftuar të tjerë. Edhe pse shikoj që operatorët tani zbuluan të ftuarit e tjerë, gjithsesi do doja të prezantoja dy të parët. Ata janë kolegë të mi, është pikërisht Zonjusha Valbona Daci, përshëndetje, faleminderit që erdhët. Është dhe kolegu im, pra punuesi i televizionit Apollon, zoti Buja Rama. Përshëndetje. Tani kam përshtypjen se dëgjuat ajsa të dilni në një konkluzion, por unë do doja në fakt që t'ja jepja fjalën Zonjushës Daci, duke marrë spuntën nga një opinion i saj shamia në një të përditshme apo jo. Zonjusha Daci, si e shikoni vënien e shamis? Para së gjithash, unë do t'i përshëndesja të gjithë të ftuarit e kësaj studiojo, aq më tepër përfaqësuesit e komunitetit musliman. Do doja ta theksoja që në fillim që është shenjë e emancipimit dhe asaj që unë besoj që vjen prej filozofisë së Islamit. Shkrimi në fakt i ka thënë të gjitha, unë mendoj se debati është i tepërt, në kuptimin që nuk ka pse të ketë debat për shamin. E vërteta është se në shoqërinë shqiptare ka deformime në atë se çfarë ndjek shoqëria shqiptare. Debati për shamin, për mendimin tim, nuk shpreh ndonjë kontradikt fetare, nuk shpreh as ndonjë kontradikt kulturore. Debati për shamin sipas meje ishte një mitim i shëmtuar i asaj që po ndodhte në vendet perëndimore, imitim i shëmtuar për faktin se vendet e tjera kanë një filozofi të caktuar për momentin, ka një paragjykim të justifikueshëm, do të thosha në thonjza, për shkak të luftës kundër terrorizmit dhe për shkak të sulmit që i bëhet në përgjithësi Islamit për atë që ai mbart fundamentalizmin. Por gjithsesi unë kam thënë që fundamentalizmi është ndoshta një pjesë përbërëse ose ekses, ashtu siç është edhe inkuizicioni tek të krishterët. Dhe kjo do të thotë që nëse do të paragjykojmë Islamin për këtë, atëherë do të paragjykojmë edhe të krishterët për ato kusuret e tyre të mëparshme që janë shënuar me faqet zeza në histori. Qartë, duke pritur që ta vazhdoni dhe tuaj, do doja që të ndjejmë sepse prekët një pikë shumë të veçantë që ne kemi trajtuar në fakt në një shkollë të qytetit të Firit, është në shkollën Dërmanas, një vajzë që ka vendosur ta mbajë shamin. Ndoshta ky insert i përgatitur bie ndesh me këtë që tha Zonjusha Daci, e ndjekim, i lutem regjisë. Uida Vrenozi është një praktikante e re besimit islam e cila mëson në shkollën 9 vjeçare të Dërmanasit. Uida është në klasën e 7 të kësaj shkolle.
Ajo ka vendosur që të mbajë shami për faktin se e mendon si një shërbim të denjë që i bëhet nga ajo fesë islame. Edhe pse e di që sot po përballet me një opinion jo shumë mbështetës për të, Uejda duket e vendosur të qëndrojë idesë së saj deri në fund. Marrëdhëniet jam me shoqet që marrëdhënien me mua janë shumë mirë. Nuk të ka sjell probleme shamia? Në fillim kur jam veshur me shami, në drejtoresha, më solli probleme që fillim. Po për shokët nuk ishte një habi kjo? Jo. Si e pritën shokët? Shumë mirë pritën. Po tani si vazhdon? Je integruar me shokët? Vazhdon të sillesh njësoj si ata? Njësoj si unë dhe ata, njësoj shumë mirë. Ndërkohë ti je një besimtar apo jo? Vazhdon të frekuentosh xhamin? Po. Vazhdosh ta mbash xhamin? Po. Në rast se nga drejtoria arsimore apo Ministria e Arsimit do ndalohet xhamia, çfarë do bësh? Kjo gjë nuk thehet mrapsh. Është shpesë sa shkollë. Qefi im, dëshira ime ishte që unë ta vazhdoja shkollën. Po, mësuesit. Pra ju po thoni në rast se një urdhër i fundit ju ndalon, ju do braktisni shkollën? Po. Se kjo gjë që kam veshur unë nuk thehet mrapsh. E keni veshur vetë me vullnet, me dëshirë? Kjo është dëshira ime. Nuk është as me imponim. Dëshira ime ishte që të vishe shami. Më thuaj pak, po mamaja jote mban shami? Po. Pra mbani si familje? Po. Por ky vendim individual dhe tepër privat i vajzës së re nga dërmënasi ka rënë ndesh me atë çka mendojnë shokët e klasës, një pjesë të cilëve i kanë kërkuar Uejdës ta heqë shamin. Duket një gjë jo normale, sepse në shkollë nuk është e drejtë që të hyet në shkollë me shami. Si e pat në fillim kur vajza vendosi të çonte shami? Një gjë jo normale, që gjithë që kush ka dëshirën e vetë, po në shkollë nuk është e lejueshme që të vish me shami. Juve vetë personalisht, e zhveshim anën institucionale, si mendoni, duhet që vajzat ta frekuentojnë mësimin me shami? Jo. Por i keni thënë shoqes? Jo. Pse? Si them vetë? Ajo pranon të hyjë në diskutime me ju njësoj si shoqet e tjera? Po. Do doje të mbajë shami si shoqja jote? Jo, nuk do dëshiroj. Pse? Se di që të sjellë probleme. I ka sjell shoqes probleme? Nuk e di, mbas ajo ka mendimin e saj, nuk ka mendimin tim. Si e keni parë veprimin e saj? Në fillim, kur erdhi ditën e parë shkollës, unë u çudita, e dija që ishte besimtare, po u çudita kur vori shamin. E pash. Po tani të bën më përshtypje? Po. Tani jemi mësuar edhe rrimet. Ky rast vjen vetëm pak kohë pasi një 17 vjeçare nga Bureli nuk u pranua të frekuentonte mësimin për shkak të besimit të saj. Vendimi për pengimin e vajzës erdhi pas shumë komunikimesh mes drejtorisë së shkollës, drejtorisë së arsimit dhe ministrisë së arsimit. Përcaktimi si laik i arsimit shqiptar ishte përgjigjja që pengoi Floridën, nxënëse të vitit të tretë në gjimnaz të ndiqte mësimet. E pra jemi kthyer sërish në studio, atëherë zoti Rama, cili ishte impakti që u krijuar nga kjo kronikë të ty? Në fakt unë do të ndalesha në atë pyetje që u shtroi për panelin e gjerë përpara në fillim të këtij emisioni. Dhe do të thosha që i bashkojmë mendimit që mbajtja e shamisme që kemi përdorur këtë terminologji deri tani është e drejta e gjithë secilit brenda privatësisë, nëse mund të shprehesha kështu. Por bashkojmë me përfaqësuesin e prefekturës, e cila kjo mbajtje është disi e kufizuar në bazë të vendeve se ku përdoret. Pra, moshës së personit. Është tjetër problem për punën e moshës, po them edhe në bazë të institucionit se ku përfaqësohet. Pra, duhet të respektuar e drejta çdo individi për të bërë zgjedhjen e vet, por jo në çdo institucion duhet që të përfaqësohesh me këtë mënyrë të paraqitur. Ndoshta do të jetë pjesë e mëshme e bisedës. Pikërisht do doja të vilja dhe mendimin e zotit Krimçe si përfaqësues të drejtorisë arsimore rajonale, ju më kote lash pas kronikës së lançuar. Unë përshëndes këtë panel shumë të rëndësishëm dhe iniciativën e televizionit Apollon për një takim të natyrshëm. Dhe do të nis me thënien time që historia e kombit shqiptar është histori bashkëjetese.
e bashkëjetesës krahinore, e bashkëjetesës zakonore, e bashkëjetesës sociale, e bashkëjetesës fetare dhe së fundi e bashkëjetesës politike. Nuk mund të kuptohet historia e kombit shqiptar i jashtë historisë fetare, sepse po të nisim nga pikpamja e imtësisë së përbërjes së historisë së popullit shqiptar, atje ku sukseset ishin më të mëdha, atje ku kultura ishte më e devotshme, atje kishin pjesën e tyre edhe klerikët shqiptar. Ata janë një me kombin shqiptar. Të kujtojmë dhe të nderojmë me këtë moment Anton Harapin, Ad Gjergjfishën, Fan Nolin, rektorin e parë shqiptar Koto Hoxhin, më falni Hoxha Tasimin, shumë fetar të tjerë të cilët hapnin te qetë e tyre, hapnin kishat, hapnin manastiret, ku mësohej gjua shqipe, ku priteshin qetat e lirisë, ku priteshin emisarët e huaj. Por ka një gjë të tillë që duhet të parë me kohë edhe kjo bashkëjetesë. Në legjislacionin e sotëm shqiptar ka një frymë fleksibiliteti, por ndodh që drejtuesit e institucioneve i shikojnë çik me ekstremitete këto akte ligjore dhe akte nënligjore. Fjala vjen në qoftë në universitetet e Shqipërisë, publike ose jo publike, qoftë në shkollat e mesme, qoftë në shkollat nënveçare, drejtori i shkollës, këshilli i disiplinës, bordi i shkollës, atyre nuk u mungon fleksibiliteti për të ndërtuar dhe për të zbatuar ligjshmërinë në shkollë konform legjislacionit të Republikës së Shqipërisë. Është e drejta e çdo qytetari që të vishesh ashtu siç i pëlqen. Ne sot nuk vuajmë nga e mbuluara. Ne sot po vuajmë nga e zbuluara. Edhe ky është një detyrim, një qëndrim i cili ne të gjithë do të na thërres për të mbajtur qëndrimin e nevojshëm. Unë mbështes mendimin e shumë kolegëve të mi, po kështu dhe të drejtorisë arsimore rajonale të Fierit, që në tilla raporte është vizioni i drejtuesit të shkollës, është vizioni i mësuesve të shkollës që të gjejnë gjuhën e përbashkët me nxënësit që vishen ndryshe nga të tjerët dhe me pak ndryrje, me pak rregullime, me një kompromis të nevojshëm social, pa prishur dhe pa ndryrë në dinjitetin e tjetrit, probleme është zgjidhur. Mirë, atëherë, përpara do të bëj një ndërhyrje për zotin Krimçe. Atëherë përgjithësemi përfaqësues dhe që e njohim të sferës arsimore, normalisht nga Ministria e Arsimit ka një rregull fiks për zbatimin e një uniforme tradicionale që nuk mund të ketë deviacion, do të them, në këtë mes. Atëherë, cilat mund të jenë ato hapësira nënligjore, flas apo një lloj marrëveshje e brendshme që mundet për të bërë këtë lloj gabardimi, sepse edhe diçka tjetër. Të paraqitesh në shkollë me një uniformë të tillë do të thotë një lloj si fjala vjen po marrni shembull, sigur të bësh orën e edukimit fizik me xhinkse. Po. Tani në udhëzimin e Ministrit të Arsimit dhe të Shkencës flitet qartë për uniformën e nxënësve, për uniformën e mësuesit, për ndalimin e pirkolike e tjera. Po ndalim tek uniforma. Aty nuk thuhet që kjo shkollë të përdor këtë uniformë dhe ajo shkollë të përdor këtë uniformë. Por është unike për gjitha shkollët. Është unike, por modelin e uniformës e zgjedh vetë shkolla. Në dëshirën e nxënësve, të parlamentit rinor, të bordit të shkollës, të prindërve dhe nëse do shikoni me kujdes, shkolla të ndryshme kanë uniforma të ndryshme. Koincidon që një uniformë e një vajze muslimane mund të përqaset me uniformën e asaj shkollës dhe pa bërë zhurmë, pa bërë fjalë fare, ato mund të integrohen e mund të rregullohen. Nuk vojmë nga kjo nevoja. Qartë, zotë Krimçe, them që unë nëse kam një këmish ngjyrë pjepri dhe një xhaketë të zezë. Atëherë, kjo është fare ndjeshme, do të thotë një devijim fare i hapur i kësaj prishje të uniformës, sepse është dhe urdhri i Ministrisë së Arsimit. Nuk e di se si mund të pranohet kjo devijim. Unë nuk e kuptoj urdhrin ekstrem. Brenda urdhrit unë kuptoj edhe tolerancën. Shpesh herë në raportet ligj dhe moral, shpesh herë ka triumfuar dhe morali. Mirë, atëherë ne kemi Uedën këtu, por unë përpara se të jepja fjalën vajzës, do doja t'u thosha gjithë shikuesve, numri që është në ekran është vetëm për mesazhe, jo për thirrje, ju lutem.
Atëherë ja kaloj mikrofonin vajzës. Ueda ju e thatë dhe në intervistë që jeni të vendosur, e vendosur që ta mbani Shamin. Si jeni ndjerë, do më thoni, duke qenë se jemi në transmetim të drejt për drejt dhe shumë shikues apo bashkëmoshatar ju gjykojnë, disa të tjerë ju mbështesin? Fillojmë me Bismillahirrahmanirrahim. Në emrin e Allahut Mëshiruesi Mëshirbërësit. Unë në fillim me marrëdhënien e mësuesve nuk e kam patur jo dhe as mirë. Me nën drejtoreshën kam patur probleme. Ngri pak mikrofoni lart, ju lutem, po. Pra nuk të kam pranuar si të tillë në fillim. Jo, në fillim. Po. Pastaj? Nën drejtoresha nuk është sjellur normale me mua. Në fakt, unë isha në klasën tuaj dhe pash që dhe bashkëmoshatarët tuaj e paragjykonin veshjen. Pra ju nuk ishit si ato. Nuk ishit si shoqet e tuaja. Pa çka se ju ndiheshit njësoj si bashkëmoshatarët tuaja. Atëherë, diçka më specifike, a mund ta hiqni Shamin në rast se shokët tuaj ju a kërkojnë? Jo, se kjo gjë që kam veshur nuk thet mbrapshme. Qartë, zonjusha Daci, do doja ta vazhdoni me atë kur lam? Melinda, po, para se gjithash për të vazhduar atë që lam në mes, para se ju të transmetonit kronikën, por duke bërë edhe një lidhje me atë që thot vajza, sepse është paka shumë e njëjta gjë, është reflektimi i një situate që në fakt nuk bie ndesh me ato që ne tham pak më parë, por që reflekton një realitet më të thellë. Këtu nuk kemi të bëjmë me kontradikta fetare. Unë e thash, nuk kemi të bëjmë. Zoti Krimçi është shembulli më i mirë sepse është ortodoks dhe e faqartë që nuk ka asgjë kundër Shamis. Kjo do të thotë që në shoqërinë shqiptare nuk ka probleme të tilla. Në shoqërinë shqiptare ka probleme emancipimi. Ka probleme, do të thoja ndoshta, që lidhen me atë vakum disa vjeçar, 10 vjeçar, ku njerëzit nuk besonin. Ishte një periudhë e cila pothuajse gjysmën e popullsisë e shndroi në ateist, dhe të gjitha këto paragjykime mua më duken personalisht, problemet që ka pasur vajza me nën drejtoreshën, më duken paragjykime të tilla që vijnë pikërisht për atë që në një shoqëri nuk pranohet ajo që është ndryshe, por paragjykohet. Rasti i veshjes muslimane paragjykohet më tepër nga çdo të paragjykohej diçka tjetër ndryshe, paragjykohet për atë çka reflekton sipas mendësisë atyre që e paragjykojnë, sepse në fakt Shamia reflekton diçka shumë fisnike dhe nëse të gjithë do ta kuptonin nuk do ta paragjykojnë. Po. Mirë, atëherë unë kam të ftuar dhe 2 përfaqësues të Parlamentit Rinor që normalisht janë më të integruar, më të moderuar dhe nga veshjet, le të themi. Atëherë djali këtu, edhe pse keni dhënë një opinion ditën e sotme për këtë emision, unë sërish do doja ta dëgjoja mendimin tuaj këtu. Përshëndetje, urime për emisionin. Më bëhet vërtet qefi më thënë që në qytetin e Firit debatohet për tema të tilla. Dhe mendoj që si të ri më thënë zonja Daci përmendi që nuk ka probleme në Shqipëri për problemin e mbajtjes të ferexhes apo të simbole të tjera fetare, sepse Shqipëria është shembull më i pastër i një tolerancë fetare, por më thënë është një ide emancipimi dhe ide e kuptimit në çfarë simbolizojnë këto simbole ose këto më thënë çështje për fetë të caktuara. Dhe mendoj se në shoqërinë shqiptare më thënë duhen respektuar disa rregulla. Në jetesën e një vend demokratik si Shqipëria thotë që secili individ ka drejtën e konsciencës, të mendimit, por edhe të besimit fetar. Ka drejtën e besimit fetar, ndërkohë deri në atë pikë derisa më thënë ai nuk cënon lirinë e tjetrit për të besuar. Duke qenë se më thënë në Shqipëri kjo gjë nuk ndodh, atëherë më thënë se kuptoj pse ngrihen kaq shumë polemika për diçka të tillë. Dhe më bëhet me vërtet qefim që ka individë që të mbrojnë me vërtet këtë ide dhe për një vlerë të shumë. Mirë, atëherë kalojmë mikrofonin tek vajza. Unë do doja që dhe të prezantohesh, duke qenë se nuk e patëm atë luksin e nevojshëm për t'ju prezantuar të gjithë. Atëherë përshëndetje, përshëndes panelin, gjithashtu dhe të gjithë që folën, gjithashtu edhe vajzën e cila ka marrë vendimin e saj dhe unë e respektoj. Por, siç u tha, toleranca fetare është një ndër karakteristikat kryesore të Shqipërisë, por ne dëgjuam që u tha që nuk pëlqejnë rregullat në ekstrem. Dhe unë do doja të dija që pëlqejt besimi në ekstrem.
Pasi ne përfaqësojmë brezin e ri dhe në një farë mënyrë ne besojmë me logjik, nuk besojmë çdo gjë shabllon, dhe në një farë mënyrë unë do doja të dija që vërtet kjo shami përfaqëson besimin fetar. Pasi në këtë besim fetar nuk është vetëm shamia, janë shumë rite të tjera që nuk mund të pranohen. Bigamia në Shqipëri nuk është e lejuar. Që në fakt në vendet e tjera që praktikohet feja islame është më se e lejuar, kurse në Shqipëri nuk është e lejuar. Dhe në një farë mënyrë mentaliteti është ushqyer. Dhe këta njerëz nuk mund ta ndryshojnë këtë mentalitet. Por unë jam pro shamis për ata që e ndjejnë të nevojshme ta mbajnë, por për dikush që do të emancipohet dhe që gjithashtu mendon se e mban këtë shami në një lloj obligimi, unë jam kundër kësaj shamie. Por nëse dikush e beson vërtet dhe e ndjen të domosdoshme për të ndjer mirë me veten dhe me komunitetin që e rrethon, unë jam pro që ta mbaj këtë shami. Dhe nuk ka pse drejtoresha ta paragjykoj, pasi drejtoresha vet pse mund ta veshi fundin e shkurtër, ose drejtoresha vet pse mund të vishet me taka. Dhe vajza që do pse mos ta mbaj ferexhetin, ose pse mos të mbulohet kur ajo e ndjen të nevojshme. Dëgjuam gjithashtu që ekziston problemi i zhveshjes sa problemi i veshjes. Në një farë mënyrë unë i vë në një paralelizëm, sepse derisa paragjykohet kur vajza është e veshur, si mos të paragjykohet kur ajo është e zhveshur. Kur paragjykohet që ajo mbulon pjesët që janë më provokuese, siç u tha, pse të mos paragjykohet kur ajo i nxjerr këto pjesë provokuese. Prandaj nuk ka pse të mohohet e drejta e mbajtjes së shamis. Atëherë kaloj mikrofonin tek zotëria tjetër, cili është mendimi juaj? Bismillahirrahmanirrahim. Përshëndetje gjithë pjesëmarrësve. Nuk kisha ndonjë gjë për të thënë, por marr shkas nga rasti të cilin sapo e pam para pak çastesh, kur një vajzë do shta privohet nga e drejta e arsimimit dhe do shta t'jemi të sigurt se nuk është rasti i parë dhe nuk do t'jetë as rasti i fundit. Do t'ketë raste të tjera në qytetin tonë të vajzave me shami ose të djemve të cilët do të mbajnë pra simbole fetare dhe do të doja